Egla Ceno ka një krahasim të çuditshëm për Rozanën në Big Brother, i del më së fundmi kundër. Egla Ceno, fituesja e Big Brother VIP Albania në edicionin e kaluar, ka thumbuar publikisht konkurrenten e këtij viti të këtij formati televiziv, Rozana Radi. Rozana, por edhe Egla, të cilët të dy janë aktore, siç ishte përfolur edhe jashtë, kishin pasur hatërmbetje, teksa duket se Egla nuk e ka kapërdir dhe më në fund e ka thënë troç mospëlqimin ndaj saj. Përmes llogarisë në Instagram, Ceno publikoi një video nga një debat me Rozanën dhe Eglën, teksa kjo e fundit e quan artistën në versionin AliExpress të Eglës, o Gjorgj Armani versioni AliExpressit, pra versioni falsifikuar. Jam dakord, natën e mirë, ka shkruar Egla post të tjerash për Rozanën, teksa kujtojmë se Rozana është një ndër pretendentët për ta fituar këtë edicion, teksa Egla edhe më pas në një pyetësor që ka bërë me fansat për të folur më shumë për Big Brother VIP, dikush e ka pyetur me cilin je në Big Brother VIP 4 dhe çfarë mendon për Rozanën dhe Gjerthën. Jam me Laertin deri tani. Për Rozanën nuk ka nevojë të komentoj se publiku shikon qartë çfarë gjelle je. Mendoj që për të vikoa Rozana del nga shtëpia përpara Gjerthës, ka shkruar Egla, teksa personazhe të shumt kanë qenë edhe ato që janë çuditur, pasi vetëm ditë më parë Egla u shprese se mbështeste Gjistin dhe shita atë si fitues të këtij edicioni. Duket se Egla është më e dyzuar se kur për fituesin ndërmjet Laertit dhe Gjistit. Për finalja e cila është afruar shumë, pritet ta zbulojë më së fundmi fituesin e vërtetë të shqiptarëve.